Më 25 prill të vitit 1467, fugura e Zojës u shkëput nga muri shenjtërores rreth kështjellës së Rozafës për të mos u dhunuar e përdosur nga hordhita anadollake që në atë vit u dyndën mbi Shkodër. E mbartur nga engjëjt dhe shoqëruar nga 2 shkodran të devotshëm, Gjorgji e Desklavis, mbështjell prej një reje vëzulluese, zuri vendin Gjenazzano, afër Romës. Gjergj Kastrioti, princi i shqiptarëve dhe atleti i Krishtit, ndroi jetë me 17 janar të vitit 1468. Nga Beslidhja e Lezhës deri në ditët e tij të mbrame, udhëhoqi popullin e tij në luftën kundër ushtrisë otomane, duke mbrojtur me guxim trojet, identitetin kulturor dhe vlerat shpirtërore të kombit të tij. Nga ajo ditë e deri sot, ai konsiderohet për popullin shqiptar simboli më fisnik i kohezionit dhe unitetit kombëtar. Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit, qyteti i Krujës, që për shumë vite kishte qenë simbol i rezistencës shqiptare, në tetor të vitit 1478, ra përfundimisht në duart të ushtrisë otomane. Pas rrethimit të Krujës, e fundit që ende nuk ishte rënë në duart të armikut, ishte fortesa strategjike e Shkodrës, e cila mbrohej nga forcat veneciane dhe nga ato lokale. Pas 7 muajsh luftime dhe pas bombardimeve të vazhdueshme të ushtrisë turke, ndërmjet viteve 1478-1479, u dorëzua në duart e Sultan Mehmetit II. Nga rrethimi i Shkodrës, ndryshoi dhe situata politike dhe ushtarake në Ballkan, sepse Perandoria Otomane konsolidoi më shumë kontrollin e saj në rajon. Papa Benedikti XIV, me bolën papnore i Nunc Nobis, më 2 korrik të vitit 1753, në lidhje me nënën e Këshillit të Mirë, u shpreh: figurja, siç thot Gojdhëna e devotshme, me shërbes të engjëjve, u mbart nga qyteti i Shkodrës dhe u qua në Gjenazzano. Nga 19 maj deri më 23 qershor të vitit 1895, në kishën e madhe të Shkodrës u mbajt kuvendi i tretë i Arpnit. I peshqvinjtë e Shqipërisë, ndër shumë çështje të ndryshme pastorale, sakramentale dhe kanonike që trajtuan, i kushtuan një hapësirë të veçantë për pilimit të aktit kishtar drejtuar kongregatës së riteve, për të shpallur zojën e Këshillit të Mirë, pajtore e Shqipërisë. Kërkesa i peshqvinjve shqiptar, pasi u mor në shërtim nga ana historike, teologjike dhe devocionale nga kongregata e riteve dhe nga vetë Papa Leoni i XIII, u aprovua nga Ati i Shenjtë, i cili me dekret papnor të vitit 1895 e shpalli zojën e Shkodrës, pajtore e Shqipërisë. Më 22 prill të vitit 1903, me dekret papnor të Papa Leoni XIII, në litanit lauretane, u shtua dhe lutja Nëna e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Më 25 prill të vitit 1993, vetë Papa Gjon Pauli II ndaloi tek rënojat e kishës së dikushme të Zojës për Brikalas, për t'i besuar mbrojtjes së saj amnore krejt popullin shqiptar. Më 13 qershor 2012, Kongregacioni i Kultit Hyjnor dhe i Disiplinës së Sakramenteve, me vullnetin e Papa Benediktit të XVI, e shpalli zojën e Këshillit të Mirë, pajtore e Gjenazzanos. Më 22 prill të vitit 2023, para altarit të nënës së Këshillit të Mirë në Gjenazzano, u nënshkrua akti i binjakëzimit shpirtëror mes shenjtërorës së zojës së Këshillit të Mirë dhe si motrës së saj në Shkodër. Për këtë ngjarje, u hartua një akt juridik kishtar që sot gjendet i ekspozuar në kapelen e Zojës brenda bazilikës në Gjenazzano. Më 22 prill të vitit 2024, Papa Francesku e lartësoi kishën e Zojës së Këshillit Mirë për Brikalas Rozafa me dinjitetin e bazilikës minore. Nga data 21 deri më datën 26 shtator, u bë pelegrinazhi i gjenacanezëve në tokën e origjinës së imazhit të Zojës, në Shkodër. Më datë 24 janar të vitit 2024,
drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Migrantes, organizëm i Konferencës Jepeshnore Italiane, aprovoi vulën dhe logon zyrtare të koordinimit kombëtar të baritores së katolikëve shqiptar në Itali. Logoja përmban imazhin e zojës së Këshillit të Mirë, vitin 1895, vitin në cilin Papa Leoni XIII e shpalli zojën pajtore të Shqipërisë, dhe frazën te Jezusi nëpërmjet Marisë. Më 25 prill 2024, kardinali Robert Prevost viziton Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë në Gjenazzano. Më 25 maj 2024, në përmbyllje të muajit të Zojës, një numër i madh shqiptarësh nga gjithë Italia, të organizuar nga Koordinimi Kombëtar i Pastoralit të Katolikëve Shqiptar në Itali, mori pjesë në festimet kushtuar Zojës së Këshillit të Mirë në Gjenazzano. Më 10 maj të vitit 2025, Papa Leoni XIV, në vizitën e tij të parë jashtë mureve të Vatikanit, ka shtektuar në Gjenazzano për t'i besuar Zojës së Këshillit Mirë mbar botën dhe për t'i kërkuar asaj që ta udhëheqë në misionin e tij si vikari i Krishtit në tokë. Sot, më 25 maj 2025, 15 ditë pas vizitës së Atit të Shenjtë, shqiptarët nga gjithë Italia gjenden bashkuar rreth fugurës së Zojës së Shkodrës në Gjenazzano. Kjo rastësi e dyfisht është shenjë e dukshme e provanisë së Zotit për popullin tonë shqiptar. La Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, provincia di Roma, assessorato alla cultura e alle politiche giovanili ed 1975, Skiptarut në Gjenazzano viti 1900. Sigurisht që janë të rralla, janë të veçanta, janë shumë emocionale, janë sepse unë jam disi për faktin që kam pas fatin të punoj për shumë vjetë, për 20 vjetë me rrallë me emigracionin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në New York, ku kemi themelu kishën tonë me emrin Zoja Shkodrës, kishën pra etnike, katolike shqiptare,
dhe kam një përvojë disi shumë të gjatë me emigrantët e emigracionin në përgjithësi. Prandaj këto ndeshje janë pëthojmë të rrallës të mijat, sepse kam pas edhe raste tjera. Sigurisht se unë njeh shumë pikrisht për këtë, se kam pas rastin ndaj këtë mallin që zakonisht i përshkon mërgjimtarët, qoftë për atë dhënë, qoftë për njëri tjetrin, dhe jam në gjendje të kuptoj e të ndaj me ta të gjitha të njenja që rëmbejnë, që janë të pothuajse shumë të zakonshme që përcjallin jetën e një mërgjimtarit, dhe këta kemi soshme, sidomos me kremtimin e meshës së shejt në shejtëroren tu, ku në lidhin jo vetëm një pjesë e historisë tonë dhimbshme, por edhe e ndritshme, dhe pastaj disi e një vedin shpiton në këtë vend, këtu, dhe pse jemi... Ashtë kaq mallështi ky bashkim, ky komunitet shqiptar. Sa që do të kisha dëshiruar mes ti pyllit kaq bërën në sti sfondit, atje mi të gjitha këto të ishte një flamur shqiptar, atje si për këtyn e pemëve që na rrëdhojnë. Për me një, ose për me pa, ose për me shiju nocionin e popullit tim. Të ati popull të mrekullueshëm, të ati popull që ka historinë e vetë, të ati popull që ka melodinë e vetë, të ati popull që ka kërku e ka dëshiru gjithmonë me pas jetë më të amële, më të lumtur, por që cenzurët e diktatorët e totalitaristat ja mohun, sot jena mladhën këtë komunitet bukur. Pranë kësaj zoje që kena afre që u ma sebeb me në mladhë me muslimane katolikë, me të gjithë mrekullit, me shpirtrat tonë, me dëshirat tona, me vullnetin tonë, me kënaqësinë tonë, me çka ka shqiptari të vetën. Unë uroj që programi juaj ta pasqyroj e ta forcoj gjithë më tepër se nga vitin vit ju e pasqyroni bukur këtë. Por nga vitin vit edhe ne dëshirojmë me e pa e na mytën kanalet private ku thot hiqe kartën, merr këtë kartën me natë kartë. Ja, po në duhet me i bosh bërët për këto karta. Prandaj, a kënaqësi që kontriboni, që keni marrë një zhvillim mjaft hovshëm, e që uroj ta qoni sa më. Unë atje mban një ftesë sporadike, ndoshta edhe pak në gotë të alkoolit, por isha i obliguar me i dalë përpara këtij kësaj rinie të mrekullueshme që e kena këtu, që do të dëshiroj të ishte e pozicionuar në vendin tim, por kushtet kënë të këtilla. E tregova disa nga ngjarjet hershme qytetit tim. Ati qytet që vlonin lulet, ati qytet që vlonin mramit, ati qytet që vlonin shtregët, ati qytet që vlonin kazanat, ati qytet që shkondin një manë thritim janë i tjetër për më bashku. Pra që pa ndërpres. Nuk këngën e Zojës, nuk ishim vetëm na që kjashim, por ishim edhe italianë dhe njërës të huj. Kjashim sepse kishte çështje zemrët në jetë. Nuk ishim stektarë ose turista, ishim njerëz që vishin me zemrën në dorë, jo veç për veti, por edhe për tjerë, me i kërku kësaj Zojet një nerë. Me i kërku mos me harru emnin që ka, Zoje Shkodrës, mos me harru Zojen e Shqipëri. Aty ku ka turbullim, me këthy penjim, aty ku ka fështirësi, në nga këthy prej Zotit, sepse nga të shpërndon keqas. Se si Zoja është të rrëthume, por jo për ne, në shohim për plasash, në shohim për mirash këtu në hekrave, në s'kena nevoj hiq për fugurën, pse e kena Zojen, pse e do nga Zojen, se kena arë këtu, të sigurët se Zoja është për ne. Pra ne jam dhe birin se shpektimi jonë ka pas fryt. Një mu në anë tona të parë, që tyre, ujtë tyre, e në një që i ka bankati kështë. Që e të lazës, e ku shumë në rësëve se vita. Unë jam të janë të jetër, kush besën mu, edhe se kam edhe këtë njanët,
e do të jetoj arena në pëshim. Qytetarëve, shkrimtarëve, shumë bursët me botën elektronika, kibernetika, janë di që ka kryoj marësat, gjithë shkencëtarët i qenë, i zbolojnë, i aktivizojnë për mirë e marrë nësim, par kalojnë jetën në janë 2 vjetë që për i kryshi, e la nanë dhe të sojnë e veku nanë të marrë nësimit. E kështë matër tua, e kështë që nana jote që i të virë. E shka më të thomi këtu, për këtë thënë të vekumë, të që thënë dhe vekume për të matësat. Po këtu në Itali janë 500 shetnore, të cilët i hapin lamë nërë për një të matësat e zojës vekume, që ja duk në 4 vend e bosë, po sinar e kushteshme. Po që ka më të thomi që kënë lamë këtë shetnore, apo kënë lamë. Per il ruolo della pianeta che ci darai ogni anno per poter far festa, perché è bello fare festa con il Signore, con la Santa Messa, con la nostra mamma, ma anche tra di noi. Tanto benvenuti e buongiorno a tutti. Faccio un dono a Sua Eccellenza di una medaglia che abbiamo coniato lo scorso anno, perché nel 2017 a Genazzano abbiamo festeggiato, oltre ai 550 anni dalla venuta a Genazzano della Madre del Buon Consiglio, i 600 anni dall'elezione al trono di Papa Martino V di Genazzano. E quindi faccio dono a Sua Eccellenza della medaglia celebrativa. Grazie a Don Antonio, che è un vulcano, della Federazione Buon Consiglio. Poi questa testimonianza Italia per la Vergine di Sheshan, che sarebbe la Vergine di Shanghai, e qui celebriamo la Madonna del Buon Consiglio. Qui anche tanti fondatori sono venuti qui, fondatori anche di movimenti attuali, qui a chiedere ispirazione, a pregare. Conosco bene un fondatore di una comunità milanese che è morto da poco. Luogo importante, ci fa sentire il respiro di Maria. E allora, per me romano, io sono romano, lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana, per la CEI da 1 anno e mezzo come direttore generale della Fondazione Migrantes, ma sono l'unico romano. La CEI, tutti gli uffici vengono da tutta Italia, io sono l'unico di Roma. Come romano svegliarsi alle 5 di mattina è qualcosa di un po' difficile, ma molto contento per essere qui. Con voi, non qui a caso, con la comunità albanese, con Don Anton, che devo dire io ho dato la caccia per 6 mesi e sono veramente contento che insieme con Sua Eccellenza, perché senza Sua Eccellenza io non ce l'avrei fatta, con Sua Eccellenza Culli, io sono riuscito a convincere Don Anton a fare questo lavoro, che non è soltanto oggi la festa della Madonna del Buon Consiglio delle comunità albanesi qui del pellegrinaggio, ma come ha detto Sua Eccellenza è la costituzione delle comunità cattoliche albanesi in tante città.
So che è stato in Veneto da poco, poi c'è Milano, c'è Bologna, c'è Firenze, lo attendono, è atteso Donato in Firenze a casa sua, e creare le comunità albanesi, luoghi di incontro, di preghiera, come oggi qui, cioè creare una casa lontano da casa, una casa dove uno possa ritrovare la fede, e che fede, la storia, la fraternità, per vivere bene in Italia con le proprie radici albanesi. Allora oggi ritornate a essere tanti da un po' di tempo, anch'io non è la prima volta che vengo qui, ma oggi tanti, c'è tanto lavoro dietro. Questo lavoro di oggi poi deve portare frutto in ogni città, dove possano nascere comunità albanesi che testimoniano agli italiani, perché no, gli italiani e gli albanesi e gli italiani, la fede nel Signore che salva. È una Madonna che intercede per noi, che ci prende per mano e ci porta al Signore, ma la fede che salva, perché abbiamo bisogno di questa fede in questo tempo. Tra la guerra, la fatica, un mondo molto individualista, no? Per trovare la fede, umanità, non volerci bene, un'umanità che viene dal Vangelo, ci fa bene. Allora è bello che gli italiani lo testimonino gli albanesi, e gli italiani lo testimoniano gli albanesi, e gli albanesi gli italiani. Questo è il cristianesimo, lo dico gli altri, si cammina insieme. Allora grazie Don Anton, una festa che è durata tanto, grazie davvero, grazie a tutti voi, grazie a chi ci ospita, all'antica ospitalità dei padri, antica oramai e consueta, e grazie eccellenza, io ho una grande simpatia per lei, perché insieme ricostruiamo un tessuto del cristianesimo albanese in Italia. Grazie.
dhe që jemi këtu. Ma bukur se sa din nana me I bashku fëmijët, nuk din as kusht tjetër. Le të ndihemi fëmijët e nanës tonë në Zojës Mari, dhe përpara se të marrim pjesë në këtë kremtim, t'i kërkojmë falje Zotit për mangësitë, gabimet, fajet e mëkatet tona, e të pendohemi me gjithësat. Përpara se të marrim bekimin e mërin të meshës, edhe unë dëshiroj t'i falenderoj Etrin Augustinian për mikpritjen në basilikën e tyre. Dëshiroj të falenderoj nga zemra Don Antonin për organizimin e kësaj dite me shumë evenimente të kësaj dite. Dhe ju lutem që ta mbështetni tashmë, do të vazhdojmë çdo ditë më shumë që të mundemi të jemi afër besimtarëve katolik të Shqipërisë, jo vetëm në Itali, por në marrë botën, ku jemi duke shtektu dhe duke I dëgju për të besimtarët tonë, dhe duke ju tregu atyre që kisha, që I peshvi, janë me ju, kudo që ju shërbeni dhe jetoni, kisha lokale ku qëndroni dhe kisha juaj e Shqipërisë është në zemrën e secilit për jush, e do të mundohemi që të vim tek çdo famulli, tek çdo realitet që të takojmë dhe t'ju falenderojmë për besimin dhe fenë që ju keni dhe dëshmoni. Kthehuni sot në familjet tuaja, ashtu në krahun e Marisë, në qafën e Marisë. Nuk e bezdisni Marinë, sepse Maria na don ashtu sikur se jemi. Le t'i them sot nanës qëdhore, Zojës së Këshillit mirë, me duaj ashtu si që jam, edhe ajo të donë ashtu si që je. Zoti qoftë me ju. Ju bekoftë hy gjithë kushtet shëmati, e biri, e shpirti shajit. Në emër të Zotit të shkojmë e të jetojmë paqë. Come
te rozafa krejt për brinj, gati aty ku buen e dri. Bashk përzihen tokë arbnore, fort për mall ka një shejtnore. Aty bashk dy histori, lidhun janë për bukuri. Aty a dheut dhe fesora, konshëm kapen dora. Kështjela nalt flet për atë dhe në brinj shejtnorja flet për fe. Te shejtnorja aty rand Shkodre, kanë vrapu jo vesh prej Shkodre, por ka mos prej vendit ton, edhe ndim kanë gjetë gjithmonë. Këtu kanë ardhë po pale, të mlajet vëgjele kanë dal, fresku zemret edhe ngushtu, en fe shajte ata forcu. Tek jo zoj kanë ardhë për kshil, dhe kanë gjetë sa her fil, deri në rastin matë fështirë, pse kjo është nana a këshillit mirë. O sa lufta, sa rreziku, o sa i huje e rep të miku, o sa zeza rambine, që di që bojmë hije mbile. E po kuj na do t'ja dim, se këti gzimi sot jam rejnë. T'lirë me pa po njët fe, që t'part, patën mbarë ndërne. Një kësaj zoje plot me hirë, nanë sfuqishme të këshillit mirë. Me këtë përshëndetje, dëshiroj të vi pranë bashkëdhetarëve, jo me timuj muzikor, por me urimin që Zoja e Këshillit të Mirë t'i begatoj zemrat tona me ma shumë dëshuri dhe respekt për njëri tjetrin dhe për vlerat e jetës. Buona festa! Përshëndetje nga Igli Andrea. Ju uroj festën e Zojës Këshillit të Mirë të gjithë besimtarëve kudo që janë në përballë, që Zoja e Krishtit ndërmjetësoshin e u lutshin për ne. Gëzuar e përshëndjet, e paqja, hiri dhe bekimet e Zotit tonë dashur. Gëzuar dhe përshëndjet festën e Zojës Shkodrës. Sa ma shumë dashni e përkujdesje për njëri tjetrin. Përshëndetje festën e Zojës Këshillit të Mirë, pajtores Shqipënisë. Zoja e Këshillit të Mirë ndërmjetësos për shqiptar kudo që gjenden në përballë. Motre bugesra shqiptare arbresh, që bekoft shumëria me kunësie të mira, e gjegin të Krishti, që është paqja jote. Dashur vëllezër dhe motra shqiptar, gëzuar festën e Zojës Këshillit të Mirë. Nga Vatikani, bekime për ju dhe familjet tuaja. Të dashur miq, kjo flevdu Krisht. Në emën të koordinimit kombëtar të pastoralit të katolikëve shqiptar në Itali, ju uroj të gjithë shqiptarët, vëllezërit e mi të krishterë, vëllezërit e besimit musliman, të djallë dhe të majtë, po ashtu dhe bashkësisë arbreshe me zemër të mirë e përshumot Zojen e Këshillit të Mirë, pajtore e Shqipërisë dhe popullit tonë. O Zoja e Këshillit të Mirë, nana jonë dhe nana e Zotit, bekoj edhe mbroje çdo familje shqiptare kudo që jeton, në Shqipëni, në Kosovë dhe në mbar botë. Si dhe paqen, gëzimin dhe modelin e dashurisë tone amnore, në zemrat tona, në tokën e Gjergj Kastriotit dhe në mbar rruzullin toksor. Zoja e Shqipënisë dhe Shqipënia e Zojës. Zemra, ju urojmë gëzuar festën e Zojës Shkodrës! Së Shkodrës!